Ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përgatitet të takohet me presidentin e SBA-s Donald Trump, ka arsye të forta për të pritur se ai do ta përdor takimin për të dekurajuar çdo lëvizje drejt përfundimit të armiqësive në gjirin persik. Inteligjenca e deklasifikuar, kujtimet e ish zyrtarëve amerikan, raportimet investigative dhe studimet akademike tregojnë një model që shtrihet në më shumë se 5 dekada. Qeveritë izraelite kanë punuar vazhdimisht për të penguar përpjekjet për uljen e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, megjithse metodat kanë ndryshuar me kalimin e viteve, nga operacionet e inteligjencës dhe diplomacia publike tek lobimi politik. Objektivi ka mbetur i njëjtë, ruajtja e një gjendjeje konfrontimi midis Washingtonit dhe Teheranit, duke kundërshtuar iniciativa diplomatike që mund të ndryshonin ekuilibrin strategjik në lindjen e mesme. Kjo logjik u shfaq gjatë luftës Iran-Irak në vitet 80-88, kur një konflikt i zgjatur shihej si mënyra më e mirë për të dobësuar të dy rivalët rajonal. Studimet të kohës argumentojnë se edhe mesazhet e transmetuara nga mediat shtetërore izraelite synonin të ndikonin opinionin publik, duke bërë kompromisin politik më të vështirë. Një mundësi tjetër për afrimin mes SBA-s dhe Iranit u krijua pas lirimit të pengjeve perëndimore në Liban në vitin 1991, sipas ndërmjetësit të OKB-s, Gian Domenico Pico. Procesi u pengua pasi Izraeli refuzoi të zbatonte pjesë të marrëveshjeve që lidhnin lirimin e të burgosurve me lirimin e pengjeve. Si rezultat, premtimi i administratës George W. Bush se vullneti i mirë sjell vullnet të mirë nuk u materializua. Pas ulmeve të 11 shtatorit, SBA dhe Irani bashkëpunuan kundër talibanëve në Afganistan, por kjo periudhë zgjati pak. Brenda disa muajsh Irani u përfshi në boshtin e së keqes, ndërsa zyrtarët izraelit argumentonin vazhdimisht se Teherani dhe jo Bagdati përbënte kërcënimin kryesor afatgjat për rajonin. Pas rrëzimit të Saddam Husseinit në vitin 2003, programi bërthamor iranian u bë qendra e përplasjes diplomatike. Gazetar investigativ dhe ish zyrtar të inteligjencës kanë argumentuar se Mossadi përdor kanale indirekte për të nxjerrë në publik informacione mbi impjantin bërthamor të Natanzit, duke rritur presionin ndërkombëtar ndaj Iranit. Më vonë, marrëveshja bërthamore JCPOA e vitit 2015 u kundërshtua fuqishëm nga Benjamin Netanyahu, i cili zhvilloi një fushat intensive në SBA dhe në arenën ndërkombëtare për ta bllokuar atë. Me rikthimin e Donald Trump në shtëpinë e bardhë, politika amerikane ndaj Iranit mori një drejtim edhe më konfrontues. Tërheqja nga JCPOA, fushata e presionit maksimal, dhe më pas vrasja e generalit Qasem Soleimani ndryshuan ndjeshëm dinamikën rajonale, ndërsa disa zyrtarë amerikanë shprehën shqetësimin se SBA po tërhiqej drejt një konflikti më të gjerë. Edhe memorandumi i mirëkuptimit i vitit 2026 u shoqërua me akuza për përpjekje për ta minuar procesin diplomatik, shkruan Al Jazeera. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se aktor brenda establishmentit Izraelit po përpiqeshin të ndikonin opinionin publik amerikan për të penguar negociatat, ndërsa raportime të ndryshme përmendën operacione ndikimi në mediat sociale në gjuhën perse. Pas më shumë se 4 dekadash përfshirje në përpjekjet për të shmangur një përplasje të drejt për drejt mes Washingtonit dhe Teheranit, përfundimi mbetet i njëjtë. Përpjekjet diplomatike janë zhvilluar vazhdimisht nën presionin e një gare më të gjerë strategjike. Të dhënat historike sugjerojnë se qeveritë izraelite e kanë parë konfrontimin e vazhdueshëm SBA-Iran si strategjikisht të preferueshëm, duke përdorur mjete politike, diplomatike dhe informative për të penguar çdo proces që mund të çonte në uljen e tensioneve.